Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli akuzoi shumicën parlamentare për shkelje të vazhdueshme të rregullores së kuvendit, duke thënë se mënyra se si po procedon e ligjet për arsimin e lartë është vazhdimsi e përpjekjes së javës së kaluar për të proceduar ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në kundërshtim me procedurat parlamentare. Ky është një model i rrezikshëm i veprimit. Javën e kaluar u tentua të anashkalohej procedura për një ligj me rëndësi kushtetuese. Sot po shohim të njëjtën qasje edhe ndaj ligjeve për arsimin e lartë. Kur një praktik përsëritet, ajo nuk është më përjashtim, por rrezikon të zhndërrohet në standard. Pikërisht këtë standard po kundërshtojmë. Sipas Pashollit, përgjegjësia mbi shumicën parlamentare dhe mbi kryetarin e kuvendit, i cili siç tha ajo, ka detyrimin të garantojë respektimin e rregullorës. Deputetja theksoi gjithashtu se projekt ligjet u tërhoqën dhe u ridorëzuan pa asnjë ndryshim në përmbajtje, duke ngritur dyshime për arsyeën e këtij veprimi. Faktet janë të qarta. Propozim ligjet u ridorëzuan dhe vetëm pak minuta më pas u caktua mbledhja e komisionit për arsim. Deputetëve ju dorëzuan materialet, ndërsa komisioni u thirr vetëm 14 minuta pas njoftimit. Kjo bie ndesh drejt për së drejti me nenin 126 të rregullores së kuvendit, sipas të cilit materialet dhe ftesa për mbledhjen e komisionit dorëzohen si rregull 5 ditë përpara. Vetëm në raste urgjente, ky afat mund të shkurtohet dhe urgjenca duhet të arsyetohet me shkrim. Deputetja e BDI-së paralajmëroi se normalizimi i shkeljeve procedurale rrezikon funksionimin e kuvendit dhe cilësinë e procesit ligjvënës. Ajo shtoi se BDI nuk kërkon asgjë më shumë se sa respektimin e procedurave parlamentare.